Prokuroria e Gjirokastrës ka regjistruar 2 procedime lidhur me veprat penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve. Më konkretisht, policia e Gjirokastër nisi hetimet për veprën penale, dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor, rasti kazuar nga një prej antarëve të KZAZ-s në Dropull, për shkak se mungonte vula e kësaj KZAZ-je. Gjithashtu në Gjirokastër, shtetasi me iniciale ES ka kazuar rastin e veprës penale kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje, të bërë ndaj tij. Nga hetimet e policisë, rezulton se një ditë më parë shtetasi me iniciale AM e ka kërcënuar nëpërmjet rrjeteve sociale. Kjo ka ardhur si rrjedhojë e ndarjes së opinioneve nga ana e shtetasit ES, që ka shprehur lidhur me një subjekt zgjedhor. Shtetasi me iniciale AM, përveç gjuhës kërcënuese, ka përdorur dhe imazhe intimiduese. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër po vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rreth anët e 2 ngjarjeve.